u dërguan do vendosen para Mitroloza, kaluan territorin shqiptar, po me qenë se këtu ishte pjesëmarrëse edhe udhëheqja politike e Shqipërisë, paktën për kohën që kaluan mbi territorin, edhe këtë historia Shqipërisë e mohon, e ignoron. Tani kemi të bëjmë me një zhvillim tjetër, kemi të bëjmë me genocid ciklik, po genocid për shqiptar ka dhe më para, por termi genocid ka lidhje me vonesë, edhe kualifikimi. Lexova listën e rrjeshtuar nga parlamenti i Kosovës i të gjitha masakrave që janë krye në Kosovë tek civilët. Nuk bëhet fjalë këtu për luftëtarët e vrarë, nuk bëhet fjalë për antarët e UÇK-s, sepse ata janë palë lufte dhe kanë bërë luftën e tyre. Por në këtë është në mënyrë persistente, është hera e dytë që Edi Rama urdhron grupin e tij parlamentar, anti-shqiptar vetaj, armik i shqiptarëve të Kosovës, që të mos votojnë. Por dënimi i genocidit është një detyrim për çdo njeri, nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje, ti je i detyruar, sikur e thashë në parlament, edhe shqiptarët po ta kryejnë që s'ka ndodhur kurrë, duhet ta denoncosh. Nuk pranohet një krim i tmerrshëm siç është krimi i vrasjes tjetrit, vetëm se i përket një etnie tjetër. Nuk e pranoj se lidhjet e tij me Vučićin janë tmerrsisht problematike, si për shqiptarët, për rajonin dhe për botën. Kjo që bëhet, e them këtu domethënë me që jemi, vetë me intrigat e tij dhe me problemet e tij është një nga autorët e dramës së udhëheqjes politike të Kosovës. Përpiqet tani dhe do dilte kishte përgatitur fjalimin 1 orë. E kuptoni ju? Do fliste 1 orë. Por nuk del dot. E kuptoni tash, nuk del dot, arsye tjetër. Pse jo të gjitha pse do t'i bëjun publike. Jeni opozit? Po jam opozit, po gjithë ditën bëj pse publike, po jo çdo pse. Ju pse mendoni që protesta e nesërme i dëmton liderët e UÇK-s? Po, bravo. Spari në princip. Unë nuk besoj kurrë se protesta është rruga për të kundërshtuar gjykatës. Ju vetë keni protestuar në gjykatë për proceset jo Ambrozia, e kam theksuar. Edhe kur më kanë thënë, jo kam thënë. Asnjë ditë, asnjëherë nuk kanë qenë protesta, konferenca shtypi. Absolutisht. Tuaj kanë protestuar. Jo, nuk kam protestuar, ta them e them me kështu me njoftimet në drejtim të antarëve të PD-s ka qenë për protesta. Kanë qenë, po unë nuk kam lejuar. Unë nuk kam pranuar. Nuk jam unë, nuk shiko. Gjykatat mund të marrin, kanë absurditet të tyre. Por është një lloj si të vesh një grup gazetash shkosh të protestosh për atyre. Ato kanë një pavarësi. Dhe ajo pavarësi nuk është merit e pushteteve tjera, shkoj t'i sulmoj. Kjo është, përndryshe ti s'do kesh gjykat. Përndryshe s'do kesh media. Nuk jam në këtë linjë. Unë jam të respektohet, pavarësisht se çfarë bëj. E para, e dyta, Edi Rama i dëmton shumë ata, se është një personalitet i damkosur tani. E keni marrë vesh domethënë. I damkosur kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht. Dhe ta shohin atë gjykatësit se ky po u del zot, absolutisht i rëndon. Të dalë Taulant Balla, i cili i ka rekordet e zeza në të gjitha kancelarit, dhe të flas për luftëtarët e lirisë, i dëmton. Po, normale. Luftëtarët e UÇK-s dhe qytetarët e tjerë janë të lirë të organizojnë çfarë të mendojnë. Po ama, Edi Rama ka faktuar se është një armik i egër i Kosovës. Ju kujtohet ju projekti për ndarjen e kufive? Ky ka qenë promotor kryesor.
Ju kujtohet Ballkani i hapur kur Kosovën e futën në hartën e Serbisë? Ky ka qenë autori kryesor. Ju kujtohet sanksionet që i vuri Albin Kurtit? Ky ka qenë. Ju kujtohet fluturimi i tij? Mlodhi baton të Kosovës për të gëzuar qeverinë? Ky ka qenë, s'ka qenë tjetër. Ju kujtohet fjalimet e tij kundër kryeministit të Kosovës? Ky është çështë tjetër. Edhe këtë e ka. Edhe këtë e ka kundër tij. Ne nuk jemi që ne të ndërhyjmë në punë të brendshme të Kosovës. Kategorikisht. Unë e thash edhe aty në parlament. Preferenca ime është ta zam LDK-ja. Po unë s'ndërhyj kur as në fushat, as në ato. Kjo është normale, është i vend tjetër ai. Zoti Berisha, Fatmir Mediu ka deklaruar se do të shkojnë si qytetari thjesht në protestë. Vendimi juaj i Partisë Demokratike është një vendim politik i krahut të djathtë apo është vetëm një vendim i Partisë Demokratike? Politik i Partisë Demokratike. Ky është vendim politik i Partisë Demokratike. Do të jemi qartë. Por këtë protestë nuk e organizon as Edi Rama dhe vetë Edi Rama deklaroi se nuk do të marrë pjesë në këtë protestë. Kur deklaroi? Kur deklaroi? Një status në rrjetet sociale. Një status Twitter sa. E detyruar. Kush zoti Berisha? E detyruar. Por këtë pse do e thuash? Po ju si qytetar nuk mund të merrni pjesë. E detyruar. Po ju si qytetar nuk mund të merrni pjesë në këtë protestë. E detyruar. Edi Rama kush tani mos bëjmë se edhe ja u them dhe pastaj rrini 3 ditë rresht i bëni jo po ishte kështu ishte ashtu dhe kur del ashtu pastaj nuk thoni që të paktën e tha. Jo, nuk e po. Ju gjykon publiku pastaj zoti Berisha. E gjykon publiku, po unë them edhe një herë. E detyruar. Kjo të jeni të sigurt. Kishte përgatitur fjalimin 1 orë. Fiks 1 orë do fliste. E detyruar se tani është në Bashkimi Evropian apo ata që e detyruan. U detyruan mu tërheq, kishte përgatitur një fjalim të gjatë si të ka si tani ka kaluar në stilin e kubanëve, po u detyruan mu tërheq. Megjithatë, me që jam këtë rast, duhet të shpreh një gjë. Mbështetjet time të plot për udhëheqjen politike të Kosovës. Ish udhëheqjen politike të Kosovës në Hag, për cilën deri tani nuk kam pa asnjë provë të vetme inkriminuese. Ka një diskutim aty. Ka qenë s'ka qenë, e vërteta është që ata kanë qenë në Tiranë, shumicë e kohës. Kanë ushtruar autoritetin, aq sa kanë patur mundësi ta ushtrojnë nga Tirana. Por dhe këta nuk janë të partë. Kjo nuk janë të partë që ushtrojnë aktivitetin që udhëheqin nga një vend tjetër. Jo. Ka historia e revolucionit dhe luftave shqiptare ka raste tjera. Ndaj dhe të marrish e të thuash ti se ndodhi kjo dhe është përgjegjësia jote kur s'ka asnjë lidhje me te, keq është që u vra. Mirë është të gjendë autori, po s'mund të akuzosh atë. Nuk për mua në asnjë. Po ka dhe diçka, ata e ngritën vetë gjykatën speciale. Është pak a shumë e njëjta gjë siç bëri politika në Shqipëri me Spakun dhe tani e akuzon Spakun. Në këtë rast, për shembull, Albin Kurti ka kundërshtuar hapur gjykatën speciale. Ishte edhe përgjegjësi e tyre që sot janë në një farë mënyrë në ato kushte? Po, tani Ambrozia, problemi është ky. Është e vërtetë që Albin Kurti ka qenë në opozitë dhe e ka kundërshtuar. E ka votuar. Por të themi atë që është. Pasi Dik Marti arriti të nuk po them ta bind, por ta sensibilizoi shumë komunitetin ndërkombëtar se leadershipi i UÇK-s ka urdhëruar shkulje organesh serb, çka do thotë ta marrë shtetin, ta vendosë shtovullinë të heqë organet, është forma më e egër e krimeve kundër njerëzimit. Atëherë asnjëri nuk mirte përsi për të thoshte që të mos hetohet. Pse? Burimi ishte Vukčevići. Po Vukčevići ishte prokurori serb i Beogradit për krimet kundër luftës. Pra,
Sa do që për mua, a ishte një ultranacionalist i verbër, po për komunitetin kombëtar, a ishte një pikë reference. Ajo ishte një gjë e shumë e organizuar kundër Ju shqiptarëve. besoni ato akuzat, zotë Berisha? I kam kundërshtu atëherë, i kundërshtoj sot dhe kam bindje absolute që s'ka ndodhur, po e ka hedhë vetë poshtë gjykata. Gjykata ka hedhë poshtë variantin e transplantit organeve. Edi Rama, qeveria shqiptare, në vend se që të merrte një fushat fuqishme diplomatike për amendimin e rezolutës që përmendte marrjen e organeve për transplant në territorin e Shqipërisë, filloi shkoj aty, po shan Këshillin e Europës sa që ata ja anullon darkën. Kjo është e gjithë puna. Prandaj dhe i përshëndes të gjithë luftëtarët e UÇK-s, përshëndes ish udhëheqjen politike të Kosovës që sot ndodhet në Hag, dhe ata të cilët kauzën e tyre e konsiderojnë një kauzë të drejtë, dhe kjo është qëndrimi. Faleminderit. Miru pa.